Jezusi ushqen 5.000 vet. Pastaj Jezusi kaloi në anën tjetër të detit të Galilejës që quhej edhe Tiberiadit, e ndiqte një shumicë e madhe, sepse shihnin mrekulli që bënte në atë së muaj. Jezusi u ngjit në një kuder ku ultën rrinë bashkë me nxënësit e vet, ishin afër Pashkët e kremtja e judejve. Jezusi çoi sytë dhe pa një shumicë të madhe njerëzish që po vinte tek ai e I tha Filipit: "Ku do të bëj bukë që të ham këta njerëz?" Foli kështu për të sprovuar, sepse ai vetë e dinte se çka kishte në mend të bënte. "As 200 dinar bukë," I përgjigji Filipi, "nuk do të dilnin mjaft për të dhënë secilit nga një grim." I tha njëri nga nxënësit, Andreu, I vllavi Simon Pietrit: "Këtu është një djalosh që ka 5 bukë, elbi dhe 2 peshq të vegjël, por çka janë këto për kaq njerëz?" Jezusi u tha: "Thoni njerëzve të ulen." Në atë vend kishte shumë barë, e ulën pra rreth 5.000 burra. Njerëzit morën bukë, u falenderua dhe Jezusi mori bukën e u falenderua dhe u dha atyre që ishin ulur. Po ashtu edhe prej peshqish, aq sa deshte. E kur u nginë, u tha nxënësve të vet: "Mbledhni teprica që të mos tresë asgjë." I mblodhën pra dhe mbushën 12 shporta me copa që u tepruan atyre që hangër prej 5 bukëve elbi. Njerëzit kur pan mrekullinë që bëri Jezusi, thanë: "Ky është për një mend profet që duhet të vijë në botë." Kur Jezusi hetoi se duan të vijnë e ta kapin për të bërë mbret, u tërhoq përsëri në mal krejtësisht vetëm. Jezusi ecë përmbi ujë. Kur u bën natë, nxënësit e tij zbritën te deti, hynë në lëndër e u nisën për anën tjetër të detit. Kur në Kafarnaum ishte errur e Jezusi ende nuk kishte ardhur tek ata, deti u trazull nga era e fortë që frynte, pasi rrëmuan kundër 25 apo 30 stadie. Pan Jezusin duke ecur përmbi dete, po I afrohej lëndës, I kapi frika. Ai u tha: "Unë jam, mos droni." Deshta ta marrin në lundër, kur që lundra për një herë preku tokën në atë vend ku ishin drejtuar. Jezusi, buka e jetës. Të nesërmen populli që kishte zënë vend matanë të detit pa se aty ishte por një lundër, që se Jezusi nuk kishte hyrë në lundër bashkë me nxënësit e tij, por nxënësit ishin nisur vetëm. Ndërkaq prej Tiberiadit erdhën disa lundra afër vendit ku hangën bukë, pasi zotëria u falenderua. Kur njerëzit panë se aty nuk ishte Jezusi as nxënësit e tij, hynë në lundër dhe kaluan në Kafarnaum për të kërkuar Jezusin. Kur e gjetën në anën tjetër të detit, thanë: "Rabai, kur erdh këtu?" Jezusi ju përgjigji: Për një mend, po ju them, më kërkoni ju pse po atë mrekulli, por pse hangën nga ato bukë dhe u ngrit. Veproni por ju për ushqim që
prishet, por për një ushqim që qëndron për jetën e amshueshme, atë do t'ua jap Biri i Njeriut, sepse këtë e vullosi ati hyj. Atëherë ata i thanë, çka na duhet të bëjmë për të kryer veprat që kërkon hyj? Jezusi u përgjigji, veprat që hyj kërkon është kjo: besoni në atë që ai e dërgoi. Çfarë shenje bën ti? I thanë ata, që ta shohin e të besojnë. Cila është vepra jote? Etrit tanë hëngrën manën në shkreti, si shkruan edhe në shkrimin shenjtë, e u dha të hanin bukë prej qiellit. Jezusi u përgjigji, për një mend po ju them, nuk ju dha Mojsiu bukën prej qiellit, por Ati im ju jep bukën prej qiellit, atë të vërtetën, sepse buka e hyjit është ajo që zbret prej qiellit dhe që i jep botës jetën. Atëherë i tha, Zotëri, na jep vazhdimisht atë bukë. Jezusi u përgjigji, unë jam buka e jetës. Kush vjen tek unë nuk do të ketë me korrori, kush beson në mua nuk do të ketë me etje, por ju thash, me pat e prap se s'me besoni. Të gjithë ata që mi jep Ati do të vinë tek unë, dhe atë që vjen tek unë s'do të qes jashtë, sepse zbritja prej qiellit jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e Atit që më dërgoi. E vullneti i Atit që më dërgoi është të mos humb asnjë prej atyre që më dha, por ti ringjall në ditët e fundit. Po ky është vullneti i Atit tim, që kushdo sheh Birin dhe beson në të, ka këtë jetën e pasosur, e unë do të ringjall në ditët e fundit. Ju dëgjnë në nëkatnin kundër ti, pse tha, unë jam buka që zbrit prej qiellit. Ata thoshin, vallë, a nuk është ky Jezusi, biri i Jozefit? Po a nuk i njohim babën e nanën? Si mund të thot tani, kam zbritur prej qiellit? Jezusi u përgjigji, mos në nëkatni njeri me tjetrin. Askush s'mund të vijë tek unë, po që se Ati që më dërgoi nuk e tërheq. Atë unë do të ringjall në ditët e fundit. Profetët shkruajnë, të gjithë do të jenë nxënësit e hyjit, kushdo para e dëgjoi hyjun dhe e përvetëson mësimin e tij, vjen tek unë. Kjo s'do të thotë se do kush e pa Atin përveç Ati që është të hyj. Vetëm ai e pa Atin. Për një mend po ju them, ai që beson ka jetën e pasosur. Unë jam buka e jetës. Etrit tuaj hëngrën manën në shkreti, lëvdiqen. Kjo është buka që zbret nga qielli, që kush të hanë atë të mos vdes askur. Unë jam buka e gjallë që zbriti prej qiellit. Nëse ndonkush ha këtë bukë, do të jetë për amshim, e buka që unë do të jap është korpi im për jetën e botës. Atëherë judejt filluan të grinden me shoqin e thoshin, si mund ky të na jap korpin e vetë për ushqim? Prandaj Jezusi u tha, për një mend po ju them, nëse nuk e hani korpin e Birit të Njeriut, nuk e pini gjakun e tij, nuk keni jetë në vetveten. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Unë atë do të ringjalli në ditët e fundit, sepse korpi im është ushqim i vërtet, e gjaku im është pije e vërtet. Kush ushqehet me korpin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua e unë në të.
sikur se mua me dërgoi Ati i gjallë dhe unë jetoj në Atin, po ashtu edhe ai që ha mua do të jetoj për mua. Kjo është buka që zbriti prej qiellit, ju porosi ajo që hangret e të rrit e vdiqën. Kush ushqet me këtë bukë do të jetoj në mshim. Këtë mësim Jezusi e la në sinagogën e në Kafarnaumin. Fjalët e jetës së pasosur. Shumë prej nxënësit të tij, kur i dëgjuan këto fjalë, thanë, i pa kuptueshëm është ky mësim, kush mund ta dëgjojë? Kur Jezus i hetoi se nxënësit e tij po në katnin lidhur me këtë mësim, u tha, apo ju shkandallohen kjo gjë e po ta shihni birin e njeriut duke u ngritur atje ku ishte më parë. Shpirti është ai që jep jetën, korpi nuk vjen asgjë. Fjalët që unë ju thash janë shpirt dhe janë jetë, por janë disa ndër ju që nuk besojnë, sepse Jezus e dinte qysh në fillim cilët ishin ata që nuk besojnë dhe cili është ai që do ta tralltonte dhe shtoi. Prandaj edhe ju thash se askush s'mund të vinë tek unë, po që se nuk i dhurua nga Ati. Qysh atëherë shumë prej nxënësve të tij u shmangën dhe nuk shkuan me të. Atëherë Jezusi e pyeti edhe të 12-tët, a mos doni të shkoni ndoshta edhe ju? Simon Pietri përgjigji, te kush të shkojmë? Zotëri, ti ke fjalën e jetës së pasosur. Ne besojmë dhe e dim se ti je shejt i hyjt. Jezusi u përgjigji, po, a nuk po ju zgjodha unë, ju të 12-ve, e pra një prej jush është djallë. Foli për Judën, birin e Simonit Iskariotit, njerin prej të 12-ve, sepse ky do të tralltonte.